3 të rinj që u arrestuan dje para Ministrisë së Drejtësisë përfunduan në stacion policor për prishje të rendit dhe qetësisë publike, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme i tha televizionit 21 se ndaj tyre do të pasojë kallëzim përkatës. Të ndaluarit janë të moshës nga 22 deri në 28 vjeç. Më 18 maj të vitit 2025, rreth orës 18 në rrugën Dimitrije Çupovski, para fillimit të protestës para Ministrisë së Drejtësisë, oficerët e policisë së Shkupit kanë ndaluar BD 28 vjeçar dhe RA 27 vjeçar dhe SD 22 vjeçar, të gjithë nga Shkupi, për prishje të rendit dhe qetësisë publike me anë të përleshjes fizike. Ata po mbahen në një stacion policor dhe pas dokumentimit të plot të rastit, kundër tyre do të ngrihet një kallëzim përkatës. Ende nuk dihen motive që i quan në kacafitje të rinjt, pak në momente para se përballë Ministrisë së Drejtësisë të arrinin protestuesi që kërkojnë të drejtën për dhënien e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, ata u arrestuan në vendngjarje, ndërsa zëvendës ministri i Brendshëm Astrid Iseni tregoi se njëri është i etnitetit maqedonas dhe 2 shqiptar. Policia ka ndalur 3 persona, 1 maqedonas dhe 2 shqiptar, pas një zëke që ndodhi pas protestës së sotme. Dua t'ju lus që të mos bini pre e propagandave dhe dezinformatave që po qarkullojnë në opinion nga maqineria propagandistike e Musa Xhaferit dhe Vlerim Bexhetit. Iseni siguroi se institucionet po punojnë për zbardhjen e rastit dhe përcaktimin e përgjegjësve. Përndryshe, përveç këtij incidenti, protesta kaloi në mënyrë paqësore, ku studentë dhe qytetarë të shumtë për herë të dytë ngritën zërin për të drejtën që provimin e jurisprudencës ta japin në Shqip.